Ma unë gjithmonë këto ditë, sepse ka patur një interes të shtuar nga media shqiptare, ka marrë shembullin e Gjermanisë. Pra në Gjermani, në një sezon gripi, janë diku midis 3 dhe 9 milion raste në vit, në varësi të faktit se sa mutacione ka pësuar virusi i gripit në vitin në fjalë. Pra në një pandemi që është e rëndë, le ta quajmë, kemi deri në 8-9 milion persona të prekur. Në një situatë sezoni virozash ku është situata e lehtë, kemi 3-4 milion persona të prekur. Ndërsa numri i rasteve të prekur me hantavirus në Gjermani është diku te disa qindra. Ka raste 200, 300, 400 në vit, rrallë ka kaluar 1000. Pra, kuptohet që është një sëmundje aq e rrallë, saqë nuk ka logjik ekonomike, nuk ka as logjik nga pikpamja e masave të shëndetit publik që të zbatohet dhe të aplikohet një vaksinë. Shtoj kësaj edhe faktin që deri tani nuk ekziston një vaksinë efektive për parandalimin e transmetimit të hantavirusit. Ajo që duhet Doja të thoja, ka ndonjë grup moshë që le themi është më rrezikuar, më së shumti? Personat që i përkasin grup moshës së tretë, personat e prekur nga sëmundje kronike, personat me imunitet të dobësuar, janë ata që zhvillojnë forma më të rënda të sëmundjes, janë dhe ata që kanë prirje për komplikacione. Kur ju përmendet si duhet ta kuptoj një person nëse është ose jo infektuar, pjesa më e madhe e personave, unë sapo e thash, kanë shenjat e një viroze të përgjithshme, me dhimbje muskujsh, me dhimbje koke, me ethe, dhe ata as nuk e kuptojnë dhe nuk është një shenjë specifike që të orientojë drejt hantavirusit. Ajo çka e bën të detyrueshëm edhe trajtimin, edhe testimin, është kur këto forma komplikohen. Dhe në personat caktuar, sidomos në ata që sapo i përmenda, pra të moshuarit, personat e prekur nga sëmundje kronike, ose personat me imunitet të dobësuar, kanë prirje për të komplikuar, për të zhvilluar komplikacione. Dhe dy janë komplikacionet kryesore. Një komplikacion është ai që intereson mushkrit dhe përveç formave, përveç asaj formës së përgjithshme që sapo e përmenda, në rastin e komplikacioneve që prekin mushkrit, zhvillohet një inflamacion i mushkrive që mund të çojë deri në mbushje të mushkrive me ujë ose siç e quajmë në mjekësi edem pulmonare. Kjo është forma më e rëndë e komplikacioneve, formë e cila ka patur dhe ka dhe një vdekshmëri më të lartë. Kësaj forme dhe në këto komplikacione i zhvillon edhe virusi i hantavirusi i Andeve, ky që është përgjegjës për pandeminë, për shpërthimin në fjalë, në anien kroqier, por këto komplikacione i zhvillon edhe virusi Beogradit, ai që është prezent edhe në Shqipëri.